Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë me Allah subhanahu wa taala, dhe ati për zhëmë që të lavdërej dhe të begoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjet. Çdo po të kuptim, edhe çdo ideologji ose çdo filozofi edhe çdo koncept që përqafohet nga njerëzit, kuptimin që ka natyrën e shpërndarjes, natyrën e misionarizmit, çdo ide që përqafohet e ka një lidhje të pashmangshme me nismëtarin. Kuptimin që sado që ideja mund zhvillohet tutje nga autor ose nga njerëz tjerë të cilët e lavrojnë atë farë koncepti, atë farë filozofie kështu me radhë, megjithatë e kanë një farë lidhje të pashmangshme me nismëtarin ose me atë i cili ka ideu ose ai i cili është flamurtari asaj ideje kështu me radhë. Edhe me një farë forme ai që është i pari e ruan vlerën e vet, edhe nëse nuk është në të armën më i miri. Po në përcaktimet fetare, nismëtari dhe flamurtari edhe i pari, jo vetëm që është thjesht i pashmangshëm, është edhe i pazavendësueshëm edhe është i parritshëm. Domethënë nuk ekziston në botë kuptimet fetare që zhvillimet e tona të botë kuptimeve kanë me ardhur me diçka më të mirë me se sa ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe rrjedhimisht domethënë nismëtari ka lënë në matës të së vërtetës. Domethënë kush je ti në raport me të vërtetën, një prej formave se si kimë e mat në përputhshmëri me nismëtarin. Kimë e mat në përputhshmëri me brezën e parë i cili ka jetësuar çat koncepti që po do me domethënë me e majt. Kështu që është një diçka që kisha pas dëshirë sonte me trajtuar në figurë të kësaj trajtese, pastaj më dal tek një ajet që e kam përzier për ta shpjeguar. Domethënë në çdo kulturë, edhe në çdo qytetërim ku e vërteta lidhet me nismëtarin, ekzistojnë dy sfida ose dy betejë. Sfida dhe betejë e ruajtjes së origjinalitetit edhe e konstatimit të trashëgimtarit. Domethënë, kush është më origjinal me botkuptimin fillestar, edhe kush është duke trashëguar vlerën fillestare. Sepse domethënë me kohë, sidomos për shembull, nëse tash e kishmi pa një ndërtesë të pavlerë, një ndërtesë domethënë të boshatisur, një ndërtesë e cila kurkush nuk ja lëshon syt. Nuk ka betejë aty kush është trashëgimtari, se nuk ka vlerë. Nëse ndrohet plani urbanistik i qytetit, edhe çajo ndërtesë gërmadhash kthehet në ndërtesë qendrore. Nis betejë e madhe e kush është kjo ndërtesë? Kush janë trashëgimtarët e kësaj ndërtese? Me mujt edhe një pllum tokë, më thonë, un kom hisë që tu, kishte më thonë, pse ka vlerë. Domthonë ekziston betejë kush është trashëgimtari. Po edhe ekziston betejë kush është në domethënë origjinale të asaj vlere. Për shembull, ta zon, nëse çan ndërtesë i shkon e keqe, a mos teatr, ose është domethënë diçka që përfaqëson një kulturë, përfaqëson një histori, edhe pse është me gërmadha, ata të cilët thonë ka se na e kena rrit kulturën e kësaj vlere kulturore ose e kena rritën domethënë e kësaj trashëgimie kulturore e kështu me radhë. Në realitetin tonë fetar në vëllezër, i kena domethënë të dyjat. Domethënë e kena edhe betejën për origjinalitetin, po edhe betejën për trashëgimin. Kush është duke e ruajtur trashëgimin e asaj vlere origjinale. Po ajo është më interesant në rastin tonë, se ne jemi rreshtu pas një profeti i cili na ka treguar që ka më dal fallci pas vdekjes së tij. Na ka treguar që kanë më ekzistuar 73 modele. Prej 73 modeleve 72 kanë qenë fallco. Një ka qenë origjinal, edhe vetë ky nismëtari që nëpërmjet ti e mosmi vërtetën tonë edhe përcaktimin tonë, nëse jemi të vërtetën ose jo, vetë ky na ka treguar pastaj formën se si kena me matën, kush është domethënë tek origjinaliteti, edhe kush është ai i cili ka më trashëguar domethënë atë që ka kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo këtu para se më tregu kush është origjinaliteti dhe kush është vazhdimi i domethënë i trashëgimisë së të vërtetës së nisur edhe së thënë edhe së promovuar nga nismëtari, edhe pse nuk është e shpikur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke përdorur termin nismëtar kuptimin që un jam sikur që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë un jam i pari që nënshtrohem domethënë vërtetave të Allahut, po ato nisin me vetë Allahun te barekuhu teala, pastaj me këtë profetët, duhet me pas një konsiderat një diçka. Problemi i origjinalitetit, edhe i trashëgimisë lidhet me një domethënie, e cila domethënë është kriza e muslimanëve bashkëkor. Domethënë muslimanët bashkëkor kanë shumë shpesh motive të mira fetare, po jo gatishmëri të mirë fetare. Ka dallim me pas motiv të mirë fetar, edhe ka dallim me pas gatishmëri të madhe fetare. Motivi fetar nuk kupton që ti e ndjen që duhet me bë diçka për Zotin. Motiv i mirë fetar nuk kupton që ti duhesh me përmbush shpirtin në diçka me botën shpirtërore. Amo gatishmëria fetare nuk kupton që ti duhet mu sistemu me vlerat e shpirtit.
Ndaj thot Imam Zuhri, thot min Allahi risala. Për Allahut është mesazhi. Për Allahut është mesazhi. Thot wa ala rasulil balagh. Kurse i dërguari e ka detyrë me na i pruç këtë mesazh. Wa alejna taslim. E jonja është më nënshtru. Domthon gatishmëria e nënshtrimit ta përcakton sa kemë ne të originaliteti edhe sa kemë trashëgu vlerën. Domthon nuk i gatishmëri të madh nënshtrimit, atëherë edhe të originaliteti kemë lëviz, nuk kemë nejtën të perimetrat edhe të koordinatat ashtu sikur se janë përcaktuar, po edhe ka gjas pastaj në vend që me nejt në trashëgimin profetike, me dalë domethënë në prurje të reja të thotë domethënë mundën me artutje, sikur se thotë Imam Tahawi, thotë wala tathbutu qadamu al-islami illa ala dhahri at-taslimi wal-istislam. Thotë nuk mund të vërtetohet Islami, nuk mund është me pas stabilitet në Islam vetëse duke ecë me parimin e nënshtrimit. Vetëse duke ecë me parimin e nënshtrimit. Ajo është e rëndësishme dhe në kuadër të kësaj po duam me bë trajtesën e sotme me lenin Allah subhanahu wa taala, është përmendur në librat e mëparshme që Allah subhanahu wa taala i thorëve të librave të mëparshme pas ka thonë kësaj që mi u thon beni Israelve, ja beni Israil, la taqulu lima amara rabbuna. Mos thuni o beni Israel, mos thuani pse na ka urdhëruar Allahu. Pse na ka urdhëruar Zoti jon. Walakin qulu bima amara rabbuna. Mirë po thuani me çka na ka urdhëruar. Jo pse na ka urdhëruar, se kjo pseja nuk është në vit të domethënieve me robni. Domthon një rob nuk pyet pse, po pyet çka. Jo pse më ke urdhënu dhe si më ke urdhëruar dhe pse më ke urdhënu. Po me çka domethënë më ke urdhënu. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku na kallzoi që ka me dalën falso, ka me dalë koncepti i modifikuar, ka me dalë koncepti i deformuar, i shpërfytyruar, ka me ndryshu nga originaliteti. Me njerë që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka tregu domethënë edhe matësin i cili ne na duhet në kuadër të kësaj trajtese, po edhe në kuadër të përcaktimit tonë të përgjithshëm fetar. Cili është matësi? Ashtu sikur se shënon Imam Tirmidhiu, Shalbani thotë që ky rivajet është hasan, prej Abdullah ibn Amr kur thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kulluhum fi an-nar illa millatan wahida, krejt piçën 73-jave kanë munkonë në zjarr, përveç se një mileti, përveç se një identiteti, përveç se një përcaktim, edhe kanë thonë wa man hiya ya Rasulullah. Kush është ai përcaktim që s'pas ka me qenë zjarmi në xhenemit? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi wa ashabi. Kushdo që është në përputhshmëri me metodologjinë, besimin, përcaktimin tim edhe të shokëve të mi. Kushdo që është në udhën time, edhe në udhën e shokëve, domethënë të mirë. Shokëve të mirë. Kështu, ajo që kisha pas dëshirë me bë sonte si investigim të përbashkët, edhe pastaj me dal tek trajtesa. Domthon kur thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë do të janë zjarr përveç se një grupe. Gjithë do të janë zjarr përveç se një përcaktimi. Domthon, që kjo përjashtimi po vihet në kusht të jetë në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka mund të më konën pjesa sfiduese e përputhshmërisë? Në çka do të më konën në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kjo është shumë e gjerë. Na do të më konë që shukon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në çka më konën si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edhe sahabët. A do të jemi na në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e tij në rregullat e tajwidit, që me lezu Kur'anin? A do të më konën na në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij në meselet që janë mustahabate dhe që janë të pëlqyera gjatë namazit? A përcakton përputhshmërinë që kjo apo diçka tjetër? Domethënë, cila temë është temë e sfidimit, jo cila tema e lehtë. Është lehtë më konën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njëjtë edhe në përputhshmërinë në meselet e tajwidit. Është domethënë te rregullat e leximit, ama ajo te rregullat e interpretimit. Ajo të rregullat e perceptimit të shëndosh të botkuptimeve kuranore dhe domethënë profetike. Ose a mund për shembull ta zom çësjen ndaj jetës, ose mendësia edhe kultura e gatishut arabik se si ata ju kanë ços problemeve familjare. Ose a mund për shembull tash na me nxjerr si sfidë jena në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me mat për shembull të koncepti i familjes, koncepti i përditshmërisë, që ndoshta shumë tema të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të sahabëve janë kulturë arabe, nuk kanë të bëjnë me kulturën e domethënë në fesë. Unë besoj që duhet më bëj më të drejtë për më ardhën tek një ajet kuranor që realisht është boshti i kësaj ligjërate, e që aty është sfida. Që aty është sfida ajet domethënë në përputhshmëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me sahabët e tij. Thot Allah subhanahu thot fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata besojnë njëjtë sikur se besimi juaj, çatëherë janë udhëzuar. Nëse ata besojnë që ashtu çysh besoni ju, atëherë thot janë udhëzuar.
thot wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Po që sa ata kanë, nuk kanë gatishmëri me u rreshtuar besimin e juve. Edhe e kthejnë shpinën, thot fa inna ma hum fi shiqaq. Ata do të jenë në lloj-lloj plasaritje, lloj-lloj mendimi. S'mundën ata me pas një ide që i unifikon. Sepse këtu tash është një dalje prej autoudhës së madhe, edhe njeri si dalë prej autoudhës së madhe, ma janë rrugica. Thot fa inna ma hum fi shiqaq. Ata kanë mungon në lloj-lloj mos. A jam 72 sipas hadithit. Pastaj këtu 72 a bën edhe secilin veti në 2-3 nëndega. Mirë po baza e çtyve shiqaqit është domthonë 72, 73 është domthonë në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domthonë, sipas këtij ajeti, matësi i udhëzimit për të pa përputhshmërinë tonë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e tij dhe rrjedhimisht për të kuptuar se nuk jemi në zjarrin e xhenemit, është besimi dhe bindja. Është besimi dhe bindja që do të më mat. Pastaj a ka gjallë që kena përputhshmëri ose jo? Ajo pastaj domthon shumë e gjanë, mirë po matja bazë është që kjo. Thot Imam Baghawi, thot ma'nahu fa in amanu bi jami'i ma amantu bih. Thot ej atau bi imanin ka imanikum wa tauhidin ka tauhidikum. Thot është përsërim këtë ajet, ata me ardhmë një iman si imani juve, edhe me një tauhid sikurse tauhidi juaj. Domthon një krishter, një hebrej, një thar një sektë devijuar, do me ardhë te udha e drejtë, e cila nuk është e kërcënuar me zjarrin e xhenemit, imanin e tauhidin do të më pas sikurse imani e tauhidi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që do të më analizuar këtë rast. Ne na të jetuan këtë periudhë, sidomos këtë 70 vjeçën e fundit, në kohën më të artë që ka ndodhur në mileniumin e fundit në rizgjimin islam për domosdoshmërinë e ndjekjes së metodologjisë së selefit. Më thonë që 1000 vjet s'ka pas kësi rizgjimi, ka pas periudha të mira dhe të lavdishme të umetit, ka pas ngritje shkencore, ka pas në forma ndryshme, mirë po, mu kriju një vetdija e përgjithshme në umet, që duhet mu kthy tek bot kuptimet e të parëve tonë të mirë, tek bot kuptimet e sahabëve tabiinëve dhe tabiinëve që 1000 vjet nuk ka pas. Por mos më thonë që prej ramjes së Benu Umejës nuk ka pas sikur se ka qenë këtë 100 vjetësh në fundit. Dhe është mirësia e Allahut që ne gjendemi pikërisht në këtë periudhë. Edhe elhamdullah është ngrit vetdia që duhet me ndjekën metodën e selefit, udhën e të parëve tonë të mirë, edhe me besu sikur sa ata. Mi pas dogmat edhe botkuptimet edhe doktrinën që kanë pas ata. Mirë po, përveç se duhet me konsideru që duhet me besu sikur ata, duhet me konsiderua një të vërtet tjetër, përpara se mina temën që kisha pas dëshirë me çë mesazhi i sotëm. Do thonë, ne konsiderojmë që ky rizgjim, që kjo vetdije, që duhet më kthy botkuptimet e tona në botkuptimin e sahabëve, edhe të tabiinëve, edhe të tabiinëve, saktësisht në 3 gjeneratat e para, është kthim në rrugë. Nuk jena tu fol për me bë më të mirën. Na duhet me konsideru që prania jonë jashtë këtij botkuptimi është dalje prej udhës. Jo domethënë plotësim i udhës. Thot Allah subhanahu: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Kushdo i cili vihet në kundërshtim me përcaktimet e të dërguarit, kushdo i cili nuk rrin vijën e të dërguarit, pasi që është bërë e qartë e vërteta, o yattabi ghayra sabilil mu'minin, edhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve. Ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve. Thot nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kena me lënë përcaktimin e tij dhe kena me ndjek xhehenam. Kena me lënë përcaktimin e tij edhe kena me ndjek xhehenam. Kur ka zbrit që kjo ajet, kush janë besimtarët që kanë mujt me marr emrin besimtar për sahabë? Kur thot Allahu, ai i cili i vihet në kundërshtim të dërguarit dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve. Kush janë besimtarët? Allahu kur e ka zbrit këtë ajet, nuk ka fol për besimtar inekzistues, nuk ekzistojnë ata. Ka fol për besimtar që ekzistojnë, një komunitet besimtarësh që ekzistojnë. Kush janë kon? U kanë Abu Bekri, Omer, Abdulrahman ibn Auf, janë kanën sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çi bie, kthimi tek kuptimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe tek sahabët është obligativ, i bie kthim në rrugë. I bie hyrje në rrugë, i bie rrillzim. Ani pse na mundi me pas copës za fetaria, ani pse na mundi me pas domethënie të mira të fetarisë, përderisa nuk jena tek sahabët, nuk jena tek modeli sahabëve, nuk jena tek modeli selefit, akoma nuk kemi hi në udhën që na ka lyp Allahu subhanahu wa taala. Ajo që kisha pas dëshirë domethënë me përcjell si mesazh është idhtarët e davetit të sunetit, idhtarët e davetit bashkëkohor selefi, shkaku i përplasjeve të mëdha në periudhat e mëparshme, që kanë të bëjnë me debatet teologjike, e kanë përkufizuar shumë herë debatin mbi ndjekjen e të parëve tonë të mirë vetëm në një pjesë të dogmës fetare. Që ka të bëjë me sifatet, që ka të bëjë me istivan e Allahut, a ka Zoti fytyrë, dur e kështu me radhë. Edhe që aty e kanë lënë debatin.
Pse? Se një sekt e mohon kët, një sekt e interpreton kët, një sekt e ka kët interpretim, edhe kur thomi na fe in amenu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, nëse ata udhzohen, nëse ata besojnë njëjtë si ju, çatëherë janë udhzu, ne nuk e dimi pavarësisht domethënë sa ka gjan që kjo bindja dhe besimi. Domethënë, na i thomi vetës pasus të selefit, na i thomi vetës pasus të gjeneratave të parë. Edhe shatomi, na meselet e sifateve kena këto rregulla. Na meselen e çështjes së dorës kena këtë rregull. Ne e pohojmë këtë se këtë ka pohuar selefi jon. Ne e mohojmë këtë se ka mohuar selefi jon. Dhe ne jemi selefi dhe na pasus selefit dhe e krytëm debatin. Realisht, na lasin as shumë sinqert për me vë vetën në sprov dhe në sfidë dhe në matje të do pjesë tjera. Pra unë kom zgjedh sot dy pika. Me po na a besomi na si selefi, as besomi si selefi. Po na besomi si selefi, sa Allah është mbi arsh. E vërtet është. Na besomi si selefi për t'i pohuar sifatet e Allahut që është shkënon në Kur'an dhe Sunet. Besomi si selefi. Ama besomi si selefi për do tema tjera. Unë kisha pas dëshirë secili më koni sinqert në vetvete për pak çaste teksta e dëgjon këtë ligjërat, po i marr vetëm dy shembuj. Janë 10 ran shembuj ku na pikpyetja besomi si selefi. Na i citojmë ajetet si selefi. Na i përsërismi disa domethënie si selefi. Madje ndonjëherë kemi kthy në klishe. Amo sa besomi, sa i kemi bindje. Domethënë, fjala besim edhe akide nuk nënkupton thjesht radhitja e disa botkuptimeve teologjike. Kush beson çështu, është xehmi. Kush nuk beson çështu, është domon kaderi. Kush beson çështu, është domon xheberi. Jo, këto janë thjesht dogma që përbën një pjesë të fetarisë. Nuk ka këtë feja aty. Po marr dy shembuj, edhe realisht domthon që kjo është domthon thelbi i ligjëratës. Shembulli i parë, a përputhemi në bindje, ne dhe të partet tonë të mirë, me besu që bindja ndaj Allahut ta ndreq jetën, ti çel udh, edhe mëkati ta prish jetën, edhe ti mshel udh. Domthon, çasja dhe koncepti jo mbi veprën, mbi sevapin, mbi ibadetin, mbi bindjen ndaj Allahut, mbi atë që quhet ta. A beson ti bindshëm se shumë synime të jetës çka i ki, më përpara kemi mbërri me namaz natë, me dhikr, sesa që kemi mbërri me aftësitë dhe zotësitë tua. Ose a beson që shumë dështime në jetë, më shumë i kije si rrjedhim i gjunave, sesa jo që ja ki boj zmetin. A beson që shumë parahati edhe shumë situata të jetës janë të shku zymt, jo se rrethonat nuk janë favorin tanë. Shkaku i mosbindjes tonë ndaj Allahut, selefi ka besu. Të partet tonë të mirë kanë besu, bindshëm se Allah e ka përmend këtë në Kur'an. Allah e ka përmend që kush bën vepra të mira, kena më bëj jetën e mirë. Kur ka thënë Allahu Teala, kena më bëj jetën të mirë, hayatën tayyibe. Abdullah ibn Abbas i thotë hayatën tayyibe është rrezik halal. Domethënë ti je i devotshëm te Allahu, ty nuk le Allahu pa rrezik halal. Ose ka përmend dikun ka thënë as-saada është për qëllim lumturia. Ose Dahaki ka thënë rrezik halal dhe ibadet. Domethënë moment që je i devotshëm, Allahu ta çel edhe udhën e rrezikit, edhe ta çel Allahu udhën për më koni përkushtuar në ibadet. Domthon trenitën rrenat e jetës për më koni mirë në ibadet. Domthon shpesh e shohim për shkak disa thonë kish mi pas çef më kon pak më të mirë në disa ibadete, po s'po bën rrenat. S'po bën rrenat se diku nuk jena mirë në ibadet. Se më bën më kon të mirë në ibadet, Dahaku po thotë ibadeti i mirë ti çel udhë për më kon ibadetin tjetër të mirë. Edhe rrjedhimisht ta leçon Allahu subhanahu wa taala edhe rrezikin, edhe domethënë ta leçon domethënë përkushtimin ndaj Allahut. Thot Allah subhana, "O men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush është i devotshëm ndaj Allahut, Allahu i jep rrugdalje. "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Edhe ja çon rrezikin prej ka nuk e kujton. Domethënë kjo është tash për neve kjo preambul, kjo për neve ligj. Mo je i devotshëm ndaj Allahut, kir çelën udh. Qysh çelën udh ti s'ke nevojë mi propozu Allahut, çel ma piçeknena udhën. A kjo çështja jote. E jotja është më koni devotshëm. A ka e qelë udhën edhe pikasi rrezikun në çështja e tij, nuk është e jotja. Koncentrono dhe menon në këtë situatat në jetë na ku na kon dopt të çështja e rrezikut. Shpesh domethënë më përpara e kena për llogarit me shumë gjëra të tjera, po se kena llogarit me devotshmëri. Edhe shumë herë ku na largon vllaznitë dhe motrat pisafit, edhe na dobson fetari, na dobson te lyp dynjon, a dynjojnë se janë të kërkuar dhe rrezikin që është të kërkuar është dorë të Allahut. Mend që me pas menu logjikshëm, me bindje që ti je te lyp prej Allahut, nuk e mundesh me mort shkon te Allahut duke mos ju bind Allahut. Nuk mundesh me fitu diçka që tek Allahu duke ju rebelu Allahut. Kjo duhet më kon bindje, nuk ka me akideve që është Allahu mbi arsh, nuk është Allahu mbi arsh. Mund të më kon bindjet e ti që çështu kanë besuar selefi. Kanë besuar selefi se mëkati mi mshel udh, bindja mi çel udh. E tash për shembull, na i na pasu selefit. Ku i na pasu selefit? Ku i na pasu selefit nëse si na pasu selefit e çka mesele? Ose për shembull, thot dikush pi selefit duke i mbledh keq këto ajete. Se selefi kur fol nuk fol për hamendjes. Selefi lexon Kur'anin, Sunetin, e bën një lloj
domethënë leximit të përgjithshëm edhe në konkluz. Thot dikush këtu. Thot li taati diya'un fil wajh. Ai I cili bindet shumë Allahut, vrehet një farë nurin fytyrën e tij. E nis e ka një farë një çetër pamje, një çetër duke, një çetër qere. Thot wa nurun fil qalb, edhe e ka një dritë në zemër. E gjen njërin e devotshëm më shumë berahat. Ki dynjoja që bojnë panik për diçka I zvango, s'di pse, bile s'mundet me kuptu këtë botën për atë shka janë të razu këta njerëz. E ka një lloj drite në zemër. Pastaj thot wa sa'atan fi rizq, edhe I letohet edhe I zgjanohet rrezki. Edhe në çat çka ka pak shumë punë kryenaj me çat rrezik. Domthon këtë terrenat e dynjojës edhe ndoshta të fëmijëve vet I kryen, tjerët nuk mundin me kuptu Allah, ka urën e të këtij punë. Është rregull që domethënë devotshmëria dhe bindja ndaj Allahut ka me ta letu. Thot wa quwwatan fil badan, edhe ka një forcë në fizikun e tij. E shen njëri në devotshëm ndoshta edhe flema pak si tjerë, ndoshta edhe dërmohet më shumë si tjerë. Prap domethënë ka një lloj shneti, një lloj force, më të mirë se tjerë dhe këtë në evrejme për shembull, me dembelinë e trive edhe aktivizmin edhe forcën e të vjetërve. Në ibadetin që kanë ndaj Allahut te barekta. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, edhe elshon Allahun një farë dashnie, një farë respekti në zemrat e njerëzve në raport me të. Në sheti midis mallës, këtë malla është islamofoba. Po këtë kanë respekt për një vëlla që është më I mirë se sa tjerë, po çat fetari nuk e ka Allahu, por një më ka fetari. Edhe këtë janë gjendje ndoshta shumë çka më bë për të. Tamam, tash çiki bot kuptimi I selefit. Ktu do të më pas bindje. Ktu nuk janë thjesht domethënë mi citu disa fjali për me mujt me kriju një çështje tonë në raport me disa fenomene. Thjesht do të më pas domethënë bindje. Shani Imam Ahmedi, rivajeti ka domethënë dobësipi Thawanit për Amiri sallallahu alaihi wasallam thonë inal abda la yuhramu ar-rizqa bi-dhanb yusibu. Thot robit ballaki do njëri mshelët dera e rrezikit shkaku I gjunave. Domthonë ki bë gjunohe, jelshu do gjunohe, e sidomos shlohesh në gjunohe të vogla të cilat në përditshmëri kanë potencial me e bë domin e gjunojit të madh. Domthonë na nuk e shtimi në konkluzën e mëkatit të madh, edhe pse ekziston edhe një lloj leximi të dietar që nuk ka I vogël ajo çka bëhet rregullisht, po potencialisht e ka forcën me ta bë domin e mëkatit të madh. Edhe shpëtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjunahi mund të bëj sebeb me ta mshir rrezikun. Me ta mshir domthonë një derë të rrezikut. Domthonë një derë të rrezikut të idarja, një derë të rrezikut të rahatia. Për shembull një derë të rrezikut të dëgjueshmërisë së anëtarëve të familjes. Është rrezik me të ngu fëmijët e tu. Rrezik është ajo, kupton? Është rrezik më kanë në gruaja jote domthonë e dëgjueshme edhe e bindur ndaj te. Rrezik I Allahut. Të mshiret kjo rrezik. Të mshiret. Edhe tash na bëjmë lloj për llogaritje. Ndoshta bëjmë për llogaritje metodologjinë e edukimit ta kena të saktë. Ndoshta mendojmë a kena partnerën e saktë të jetës. 100%. Pse nuk nalmë me thonë, jo po kjo është shumë mirë I kam gjendje të shikom gjunat. Ballaki e meritoj edhe më kesh domethënë me pas gjendjen. Amo këtu për me thonë çështo, do të më pas bindjet e selefit, jo bindjet e sodit. Jo bindjet e sodit që u na dog vetja domthon ko gjatë mirë. Ose Ibn Qayyim rahimullah që konsiderohet ai edhe mësuesi vet shëlisemin të mia konsiderohet me plot kuptimin e fjalës ura më e mirë me selefit edhe gjenatave të mëtejme. Mo nuk e ka kuptuar kurkush selefin, edhe nuk e ka pas kurkush përpara peizazhin e selefit që kanë pas ta dy, edhe në një farë me ta mbledh fjalët e 200 vetave për imamët selef me të mbledhën një fjali. Thot Ibn Qayyim rahimullah kështu. Thot wa kama anna taqwa Allahi majlabatun lirizq. Thot ashtu sikurse të qenet I devotshëm është arsye Allahu me të dhënë rrezik, Allahu me të shtuar rrezikit. Thot fatarku taqwa majlabatun lil faqr. Ashtu thot edhe lënia e devotshmërisë, braktisja e devotshmërisë është arsye Allahu me të quë fukarallëk, Allahu me të quë ngushllëk. Thot famastujli bi rizqullahi bimithli tarkil maasi. Thot nuk mundesh me kushtimishton, nuk mundesh me tërheq rrezikin e Allahut. Nuk mundesh me tërheq ka vetja rrezikin e Allahut, që tërheq duke I lënë mëkatet. Mo me besu të bindshëm, se çtu javë që jam kohë më I kujdesshëm në raport me mëkatet, rrjedhimisht prispi Allahut bereqet edhe rrezik edhe dyrë treja edhe horizonte treja, të cilat nuk janë realisht nuk maten me domethënë realitetin tonë domethënë të përditshëm. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, "Adh-dhunubu tudfi'u nur al-qalb." Mëkatet e fikin dritën e zemrës. Wa tud'ifu al-badan, edhe japin një farë plagështie, një farë lodhje trupit edhe fizikut njeriut, wa tuqallil ar-rizq, edhe paksojnë rrezikin. Kur thotë Ibn Qayyim çështo, a tu krijuar domethënë paranoja, a tu kriju domethënë panika të kota, a të zmadhu më shumë s'është. Jo, o tu ta përmbledh shive. Çish I bie në bindjet e sakta, cilët bindje na nuk I kena. Bon sinqert. Na vën situata të caktuara, na dobësohen disa arene, do rrethona, ku diun çka,
Nuk e mosmi me devotshmëri. E mosmi ndoshta filoni t'ia dashti se e ka pas babën e fortë, ky tjetri e ka shkollimin e fortë, ky tjetri e kapi çiket zanatin që është më i kërkuar kohë të fundit, e mat këtë me dynjë, veç me devotshmëri nuk o të mat. Veç nuk o të mat me lidhjen e tij, edhe domethënë dobësinë e lidhjes së tij me Allah subhanahu wa taala, kështu që domethënë na jena pasues selefit, më po e kena ngushtuar shumë. Na jena pasues të dogmës edhe bindjeve të selefit, ama e kena ngushtuar shumë. Ajo shumë e gjanë sa e kena minu. Sigur ai i cili vjen edhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, teksa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sillet më shërshëm me të, teksa e bën atë gabimin në xhami, edhe të tjerë sillen pak më ashpër me të, e tani thot o Zot falë mua dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jetë ngushtuani diçka të gjon. Mëshira Allah të shumë e gjon se sa me të mëshiruar shty edhe mua. Po edhe bindjet e selefit janë shumë të gjona se sa domethënë ku e kena kap na, domethënë për 5-6 debate domethënë teologjike. Nëse mëkati është pengesë, atëherë çka është istighfari? Nëse mëkati është pengesë, çka është pengesë? Domethënë Allah pas ka me të shlut mira. Allahu pas ka me të shlut mira. Çdo të mira nuk po vinte ti se ti e ke bën një barikad për mëkatësh. Atëherë çka i bë istighfari? Istighfari i bë me çeludhën. Istighfari i bë me çeludhën. Ç'i bie? I na dash me shku në jetë dikon, drejt një procesi, drejt një synimi. A mendoni që domethënë gjunat janë tu na zanullën. Apo domethënë kena më pak njohje, rrethin e kena më dobët, nuk ja komboj zmet, domethënë na për llogarismë shumë çka, në vend që me llogarit që boki keq që kjo zgjidhet me istighfar. Sigurisht e shënon Imam Ahmedi dhe Abu Davudi, Sharboni thotë që hadithi është dhaif, për Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja." Kush i rri hazër istighfarit, Allahu për çdo breng do t'i jep rrugdalje. O min kulli dhiqin makhraja, edhe prej çdo ngushëllëk i kam i dhënën zgjidhje. Thot wa razaqahu min haythu la yahtasib, edhe kam i dhënë rrezik prej kaj nuk e llogarit. Domthon kjo është premtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me kuptuar çka këtë çësje. Domthon ti ke problem me gjunat e tua. Domthon ti je në betejë, ti në luftë, armësia jote e vërtetë është me vetveten tonë. Armiku jot i madh nefsi jot. A nefsi jot i cili po të çon me menu për gjithçka? Po jo mi pa domethënë me pasojë edhe me rrezik domethënë bëm atë edhe mëkatet tua. A besojmë na çështo? A besojmë na çështo? Çështo ka besu selefi? Ose Allah subhanahu wa taala mos ju ka ndodhën sprova në Uhud sahabëve, apo? Sahabët që kanë thonë anna hadha pikana er. Sa ta kit për llogarit janë kontakta. Pikana er që ka sprovë në Uhud. Qul huwa min indi anfusikum, thuaj e keni pi vetës juaj. Domethënë Allahu sahabët i edukon. A ju ndodhet që në Uhud? Po, vetë keni bën ju. Vetë keni bë, domthon vend do situata të komplikohet jeta, vend do situata shkojnë punë ka dal. Shkojnë do procese jo ç'është duhet. Domthon thuaj Allahun vet fajti kom. Kjo bindje, kjo nuk duhet me, nuk kena të fol të thirrur nga modestia. Atë se na shumë fetare duhet me fol me modesti që mos më na ka vetë pëlqimi. S'ka nevojë me fol ç'është. Na vet nëse Allahu sahabi ka thonë, me durtë e juve keni bë ç'ke. Vetë keni bë, domthon kjo pasojë e bëmave tuaja. Amo kjo duhet me kalu bindje. Domthon bindja se levi duhet ç'është. Bindja selefit, dikush për selefit ka thonën, me bë mi bë Allahu gjinohe, unë thot me njerë e vrej pasojnë, ose të gruja, ose të kafshët e mia. Me njerë ku me vrej të ata cilët du të më bind, që aty e vrej, me njerë thot pasojnë. Ose Abu Darda radiallahu anhu thot me adhuru Allahun, me u bind Allahu, te bareke u taala, 7 dyrt mbylluna. Domthoni kim shel 7 dyrt kur kush mos me pa ibadet. Thot Allahu s'ka me lëm pa e shfaq rezultatin e çiti përkushtimin te Allahut. Thot mi ba Allahut me 7 dyrt mbylluna. 7 dyrt i kin mbyll kur kush sot e pa gjinojnë. Thot Allah s'ka me lëm pa u shfaq pasojat e gjinojnë. Çka kjo rregull. Domthon ka pasojë vepra e mirë, edhe ka pasojë vepra e keqe. A është akide kjo? Akide është. Ku është thelbi i akidës çto vëllazni? Ku lidhet kjo? A lidhet me meselet e sifateve? A lidhet me meselet e imanit? Ku lidhet me akide kjo? Kjo lidhet vëllazni se ti beson bëndshëm në rububien e Allahut. Ti beson se gjithçka është e krijuar nga Allahu. Ti po rebelohesh në sundimin e Allahut. Edhe ti po tregohesh i bindur në borrin e mbretit. Nuk mund të qenë njëjtë. Domthon ky i cili bindet trajtohet ndryshe. Ky i cili rebelohet trajtohet ndryshe. Domthon mëkatin edhe bindjen do të mëshnitë meselet e akidës. Nuk do të mëshnitet meselet e, domthon diku periferike e ku diun çka. Madje dikush për selefit ka thënë kështu. Thotë më ka ndodhur një herë që kom bënë gjuna që s'm ka pas hije me shikim. Thot e kom konsideru që me gjitha të këtë njerëzina gabojmë. Edhe më ka thonë dikush prej ibadetxhive thonë gjo, ti e ki bon me vedije, e ki bon duke tentu me shijuat haram. Thot mos haro, ka më ardh dita që ki me pagujt. Ku qysh te, ka më ardh dita.
thot mas 40 vjetëve Allah më ka sprovu me harru Kur'anin. Mas 40 viteve më ka sprovu Allah me harru Kur'anin. Ose ajo që ne citojmë në vazhdimsi që Imam Shafiu vjen edhe pyet Wakiin për çështjen e hifzit, çysh më forcuar mbamendjen e dijes edhe i thotë domethënë që dituria është dritë Allahu, dritë nuk ja jep domethënë mëkatarit. Ne më shumë e citojmë këtë si fjalë të urtë. Më shumë e citojmë si fjalë të bukur, më shumë e citojmë si proverb, po nuk e citojmë si dogmë. Nuk e citojmë si akide. Nuk e citojmë si diçka që do të më bind. Nuk e kena radhit kërkon tek bindjet e jetës. Bindjet e jetës. Që i bindesh Allahut ka rezultat. I rebelohesh Allahut ka rezultat. Mo ti nuk e përcakton kur rezultatit. Ti nuk mundesh as për të mira, për shembull thon, o Zot unë jam i përkushtuar në dhikr dhe e du rezultatin që do. S'u ka zonë Allahut ashtu. Allahu e di ku çon rezultatin. Po edhe o Zot unë jam tu bë gjinoa, po veç që tu mos ma kthe. Edhe aty nuk mundesh mi ka zonë Allahut. Ta kthem bash diku ku ti si ke menu. Bashku, do të thonë nuk e ke menu. Ajo çka kisha pas dashur ndonjëherë në kuadrat e saj me boni thirrje. A e kena menu bindjen edhe mëkatin, diçka e cila të na e bë vijë ndarse mes neve dhe selefit. Në ndoshta sina si selefit të devotshëm, ama çasti do të më pas njëjtë. Në ndoshta nuk kena të distancuar prej mëkateve sikur se selefi, ama çasti bindot më pas njëjtë. Do të thotë s'ke arrit të çaj nivel ibadetit, të çaj niveli distancimit me gjunat, ama konceptin se si do të më pa mëkatin, edhe konceptin se si do të më pa bindjen, çastin, apo thu jam pasu si selefit. Çështu e ka pas selefit. Kështu që a besomi na si ata? Pikpyetja e madhe. A besomi na si ata? Pikpyetja e madhe. Kjo është shembulli i parë. Shembulli i dytë, me këtë përmbyllim, a besomi na në vëllezër si selefi tek bindja që ka të bëjë me mbështetjen tek Allahu. Tek bindja që ka të bëjë me mbështetjen tek Allahu. Domethënë, tevekuli o pjesë e akidës. Me besu që kur gjë zbohet pa thënë Allahu, kjo pjesë e akidës. Me besu që t'ju mbështet Allahut e mrrini diçka më shumë se sa t'u mor sebeb, do është pjesa e akidës. Me besu, me pas shpresë në Allahun, kjo pjesa e akidës. Do thonë e merrti një plak një musliman vjetër, e sheh sa i relaksum ka deri në Allahut, sa optimist për jetën, sa optimist për ëndrat e jetës, 100 herë më shumë se ti që ke ngu 2000 derse. Ku është? Akidja e tij të bë dallimin. Jo numri i derseve tua dhe i argumenteve që i di. Allah te barekuhu teala thot: "O men yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu." Kush mbështetet vërtet tek Allahu, Allahu i mjafton. Allah po thot, tash a beson ti apo nuk beson? A ki bindje që këtë mesela as ki? Do të thon, sot paranoja, panika, stresi, depresioni, situatat e trazume, mosrahatia shpirtënore, 100 tema shan me zemrën që lidhen me tevekulin, na nuk i na ty dhon shpjegim. As si na tu ditë mi dhon shpjegim. As nuk i na tu pa në kuptimin që me kriju një fetari të përgjithshme që krejt që aty pare stabil inshallah. A është i qartë? Që aty pare du të më konë këtë stabil. Pse nuk i na stabil? Se na du më thoi na koncentru, ndoshta e kina morë disa libra të akidës ka 10 herë e kina shpiku. Amo tevekulin që është, imagina, Sejdi ibn Gjubejri thot, e tevekul ala Allahi gjima'ul iman. Mat imani të tevekuli, kush jeti me iman, këshyre në tevekul. Matet i këtu e matet aty, hajde matet të tevekuli. Kur del të tevekuli, ma pa një qarë se një qafir. Ma i stresum se një njërë që nuk beson, dhe më thonë ka deri në Allah, qysh mundët më konë kjo? Dhe më thonë imani ka krizë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se shoni Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë hadith është hasan, për Umar ibn Khattab thotë: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Thotë më bëj ju më mbështet Allahu çish duhet më mbështet, për nime. Thotë ju furnizon Allahu çish furnizon, thotë shpendët dalin, thotë pi shtëpie të urituna, shpendët edhe kthehen në gopun. Lëvizin kërkim të rrezikut, po kthehen në gopun. Do të thonë, a mund na me menu që bota shtazore, që në këtë rast po e vën në shembull, apo? Bota e shpendëve po vën në shembull. Nuk është e paqëllimt. Ata merr mendja që një shpend del me kërku rrezkin me stres, me depresion, me ngarkesë. Jo, ai del veç fizikisht e bën atë. Që i bie që ky dush më kon ti në shembullin e vërtet të vekulit. Ti veç ja ban hizmetin. Ti veç i merr sebeb, po zemra u mbështet Allahu, Allahu azza wa jall, shka ka shujt ka marr. Shka kom fat kom u bë. Tash, a akide kjo as është akide? A besojmë na si selefi, as besojmë si selefin këtë meselë? A besojmë sikur se të partë tonë të mirë apo nuk besojmë? Ibn Qayyim rahimullah thotë kështu. Thotë rusukhul qalbi fi maqami at-tauhid at-tawakkul. Thotë për me kuptuar zemra, ka ardhur ku duhet, thotë matën tawakkul. Për me pa akide jote, tauhidi jot, a ka ardhur ku duhet, thotë matën tawakkuli. Thotë fa inna la yastaqimu tawakkulu al-'abdi hatta yasih lahu tauhidu.
thot se s'munët tevekuli mu kon ku duhet, pa undreq tauhidin. Çka bive kja e kundërta? Domthon ki krizat e tevekuli, ki krizat e tauhidi. A është Allahu një, a i përzihet Allahu dikush në sundimin e tij. Çaja është të munu ty, a mundet me dal pi sundimit Allahu te barekutaala. Nuk mundet me dal. Domethën, pa të ndreq tauhidi, nuk ndreqet tevekuli, më bomu tu gërvish tevekuli, tu ka gërvish tauhidi. Pastaj thot bel haqiqatu tawakkuli tauhidul qalb. Thot ajo thelbi, filozofia themelore, esenciale të tevekulit është ku ka mbërrit tauhidin në zemrën tonë. Me e njësu Allahun, ku kush sot në zemër përveç Allah te barekutaala. Fama damat fihi alaiqu shirk wa tawakkulu ma'lul madkhul. Thot si ta kish zemrën të lidhur me dikant tjetër krahas Allahut, tevekuli jot është i smut, tevekuli jot është i deformuar, tevekuli jot është i mangët, thot se zemra u lidh me dikant tjetër. Zemra është lidhur me dikant tjetër krahas Allahut. Thot wa ala qadri tajridi at-tauhidi takunu sihhatu at-tawakkul. Çaq sa e ki përkryer tauhidin, çaq më të shnosh e ki tevekulin në Allahun subhanahu wa taala. Najna pasues të selefit. A jena çtu pasues të selefit? Selefi pe lidh me tevekulin, pe lidh me iman. Selefi tevekulin pe lidh me akide, pe lidh me mesele të mëdha, nuk po thotë është mirë për me të qenë më i lumtur, për të qenë më i përmbushur, për ta ruajtur shëndetin emocional, për ta ruajtur shëndetin fizik. Jo, nuk ka të lidh me çështo. O të thonë vllai banu marak, ktheu dhe këshir edhe bani matematikat e sakta që kanë të bëjnë domethënë me meselet e imanit. Ibn Qayyim rahimullah diku tjetër thotë kështu. Thotë ma'rifatun bir-rabbi wa sifatihi min qudratihi. Kur e njeh Allahun te barekutaala dhe sifatet e tij. Ku koncentrohen sot shumë domethënë eksponent të ligjërimit fetar me ngjyrime dhe me mendësi selefiste, kryesisht me meselet e sifateve. Tamam. Qysh me pa anajna të njoft Allahun mirë me sifatet e tij. Thotë kur e njeh Allahun me sifatet e tij, e njeh plot fuqinë e tij. Mos promti me kuptu që Allah është i plot fuqishëm. Pastaj thot wa kifayatihi, edhe me kuptu që të mjafton Allahu. Kur e njeh Allahun, e kupton që të mjafton Allahu. Thot wa qayyumatihi, edhe me kuptu që Allah është mbikëqyrësi dhe kujdestari i gjithçkaje. Që thua, e njoft Allahun, tamam. Wa intihai al-umuri ila ilmihi, edhe me kuptu se gjithçka u ndjen Allahut. S'del kur çapi dijes Allahut. Ai të njeh Allahun, po ç'ky është Allah? Thot wa sudurihi an mashiatihi wa qudratihi, edhe me kuptu edhe me di që kur gjë s'del pa vullnetin e Allahut, edhe pa kaderin e Allahut, edhe fuqinë e Allahut. Thot hadhihi al-ma'rifatu awwalu darajatin yad'u biha al-'abdu qadamahu fi maqami at-tawakkul. Thot me çike dije, thot e ban hapin e parë për me mbërrit te drejja e tevekulit. Hapi i parë që kjo, a një Zotin. Për shembull, na kur e morëm meselen e istivas. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. I gjithë mëshirshmi mbi arsh është ngrit. Ktu ka dy domethënie. Domethënia e parë është e mëshirës, domethënia e dytë është e madhështisë. Shumë i madh është ai i cili është ngrit mbi arsh. Ama Allah te barekutaala po ka thënë që është i mëshirshëm. Shfryzohet te kjo meselë me lut Allahut për mëshirë. Po edhe kur na mirë me meselën tjetër, meselja e nuzulit që Allahu zbret. Kur na ka ardhur hadithe na besojmë që Allahu zbret. Çka na ka ardhur ajo meselë? Na ka ardhur që zbret edhe thot kush po më lutet ti përgjigjem, kush po më kërkon që t'i jap, kush po më kërkon falje që ta falë. Çi bie thelbi është, më kthy Allahu te bareke. Nuk ka të bëj thjesht vetëm me njoft me sifatet e tij, po edhe me shku te rezultati dhe efekti, domethënë i rezultateve të tij. Ajo që dashna me përcjell si mesazh në vëllezër, unë i mora vetëm dy shembuj. Menoni edhe 10 të tjerë që kanë të bëjnë me bindjet, por me pa ajenat e çaj ajeti, fe in amenu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata besojnë, çish besoni ju, ata janë udhëzuar. E pastaj më bëni pyetje, sa jena na të udhëzuar? Po me kuptu sa i të udhëzuar, e kthen tek bindjet sa në përputhshmëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e tij, Allahu azza wa jall më na mësua me hes në udhën e tyre dhe me përfunduar këtu dhe mu ringjall me ta Jannatul Firdaus. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.